njerëzit brenda tyre kanë një potencial kaq të madh sa shumë prej tyre nuk e dinë këtë gjë. Imagjinoni një moment. Çfarë do ndodh nëse çdo njëri prej nesh do përdorte vetëm një pjesë të vogël të atij potencialit të vet për të bërë mirë? Sikur çdo njëri prej nesh të buzëqeshte më shumë, do ndihmonte më shumë njerëz. Sikur çdo njëri prej nesh të falte më shumë, vetë ai do besonte më shumë. Atëherë, bota rreth nesh do ndryshonte në mënyrë dramatike. Problemi është se shumë njerëz jetojnë me frikë. Kanë frikë nga dështimi, kanë frikë nga refuzimi, kanë frikë nga gjykimi. Hiqeni pra atë frikën tuaj dhe ndjehuni të fortë, sepse jeni të fortë. Ju, brenda jush keni një potencial të jashtëzakonshëm. Frika është energji e ulët. Frika është ajo që ne na mban të bllokuar. Kur ne zgjedhim besimin, ne u hapim dyert mundësive që na vijnë. Mendimet tona janë ato që e krijojnë realitetin tonë. Edhe shkenca, edhe psikologjia e kanë treguar që kjo është shumë e rëndësishme. Mendimet tona ndikojnë drejt për drejt në emocionet tona. Dhe emocionet tona ndikojnë tek veprimet. Veprimet krijojnë jetën, shkon zinxhir. Nëse mendoni vazhdimisht që unë nuk jam mjaftueshëm i mirë, unë nuk doja dal, ose jeta është shumë e vështirë, atëherë truri juaj do filloj të kërkoj prova që ta mbështesi këtë që ti po mendon. Por, nëse ti mendon, unë jam duke u rritur çdo ditë, jam e aftë të krijoj ndryshimin, jeta po më jep mundësi të reja, atëherë energjia juaj fillon të ndryshojë, vendimet tuaja do ndryshojnë, rezultatet tuaja fillojnë të ndryshojnë.